Jemi tek Pallati i Rinisë, aty ku po bëhet hapja e panajirit të librit. Libra gjithmonë zë vend në zemrën tonë. Ne po i pyetim botuesit e librave se sa zë vend libri në jetën e tyre. Po, ditën e shtunë, siç është tashmë traditë, do të ndahen çmimet për letërsi që jepen në kuadër të panajirit. Kjo për t'i veçuar veprat të cilët duhet ta kenë vëmendje dhe kujdesin e lexuesve. Libri im i preferuar, libri im. Libri, cili është libri? Se përshfryzoj edhe si rastin me reklamu pak. Me publiku. Me reklamu. Tani unë jam krenar një herë që lexuesi shqiptar lexon letërsi shqipe, kjo është kryesore. Të rinjt lexojnë, po lexojnë nëpër rrjete sociale, nëpër vendi i librit, shtëpia e librit, biblioteka është. Për mua, për shtëpinë botuese botare, mendojmë që libra psikologjik sot preferohen më shumë. Sipas teje, a mendon se librat janë konkurrencë nga rrjetet sociale? Po tash dhe janë. Do flasim realitetin se një fëmijë 2-3 vjeç hap celularin. Gjithsesi është gjuhë e bukur, gjuhë e zonjave kam përshtypjen e do të keni edhe shumë libra frëngjisht.